Vërtet veprat maten është një lloj standardi që mund t'i matim veprat tona me sevape, ashtu siç fillon për 10 sevape që arrin deri në 700 edhafe mudhaafe, do të thonë të shumë fishuara. Mirë, po këtu kur ndalemi për Ramazanin dhe shikojmë këtë hadith kutsi që Allah subhanahu wa taala ka thonë se çdo vepër e birit të Ademit është për të, përveç agjerimit. Përveç muajit Ramazanit, agjerimit, ajo është i imi dhe për mua dhe unë e paguaj dhe shpërblej për te. Edhe këtu duhet të ndalemi dhe shpesh herë më kujtohet një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Ebi Umama el-Bahili radhiyallahu anhu që thot e pyeta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: Murni bi amalin yadkhuluni Allahu bihi al-janna. Më mëso, më urdhro, më oriento për një vepër që ta bëj unë që do të hyj në xhenet. Domethënë kjo ka qenë preokupimi i sahabeve që pejgamberi alayhi salatu wassalam ta mëson se cila vepër është që ai pastaj ta fiton edhe të futet në xhenet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: Alayka bis-sawm fa innahu la mathila lah. I tha pejgamberi sam, vazhdo edhe të agjerosh për shkak se nuk ka adhurim të ngjajshëm sikurse agjerimi. Do të thonë është diçka i veçantë. Është diçka nuk mundesh me krahasu me adhurime të tjera. Kjo ndërlidhet me hadithin paraprak që e përmendëm, do të thonë që Allahu thotë agjerimi është i imi dhe unë paguaj për te. Edhe kështu që tregohet për këtë sahabi që pas këtij hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pas këtij orientimi që ka dhënë pejgamberi sa, shtëpia e tij, oxhaku i tij nuk ka pas tim, nuk është ndes zjarr. Do të thonë e ka marrë si koncept jete, e ka marrë si program jetësor çështjen e agjerimit dhe ka agjeru. Pas rrallë, do të thonë kur ka pas ndonjëherë mysafir që i ka gostisë edhe normalisht kjo ka ndiku që ai të vazhdon me adhurimin e agjerimit. Gjithashtu të nderuar shikues, edhe ju drejtohemi edhe shikuesit, agjeruesit të cilët po na përcjellin, mos ta neglizhojmë. Është moment shumë i mirë. Është edhe koha e mirë, e flladiqme, e freskët, janë orë të pakta për 13 orë, do të thonë njeriu duhet të mundohet maksimum ta shfrytëzon për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu e ka potencuar edhe agjerimin gjatë vapës, së nxehtë, po edhe agjerimin kur është freskët, sikurse tani ne që gjendemi në këtë kohë, edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu fi ash-shita kal-ghanimati al-barida. Ka thënë pejgamberi se agjerimi në kohën e dimrit është sikurse ai ganimeti, ajo begatia që është e freskët. Edhe gjithashtu sinqeriteti tani gdhendet edhe mësojmë tani në Ramazan. Për shkak se nuk na sheh askush, mundemi që të pim ujë ose të konsumojmë diçka tjetër prej pijeve ose të ushqehemi, mirë po e kemi në vetdijen tonë se mbikëqyrës është Allah subhanahu wa taala. Edhe ne e bëjmë niyetin që këtë ditë agjerimit agjeroj vetëm për Allah subhanahu wa taala. Edhe kur e kujtojmë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë se besimtari ose agjeruesi i ka 2 gëzime. Gëzimin e parë e ka në momentin kur qel iftar, edhe gëzimin e dytë e ka kur do të takohet me Allahun subhanahu wa taala. Po pse kur qel iftar? Për arsye se e mbaruam një ditë. Sot përfundoi elhamdulillah kjo ditë në formën më të mirë, edhe normalisht besimtari vjen edhe pret shpërblimin te Allahu subhanahu wa taala, edhe gjithashtu takimin kur do të takohet me Allahun subhanahu wa taala. Kur do t'i shpërfaqet edhe agjerimi, do t'i del ndërmjetësues para Allahu subhanahu wa taala, ashtu siç e tregojnë edhe ulemat, do të del sikur në formë objekti agjerimi, do të ndërmjetëson për robin, për besimtarin, do të thotë o Zot, ky në dunja e braktisi ushqimin, hajen, pijen, edhe gjitha qefet e tjera që i kishte lejuara vetëm për hir tandin, me sinqeritetin më të plotë. Dhe për atë arsye agjerimi, gjithashtu edhe Kur'ani do të ndërmjetësojnë për besimtarin në ditën kur do del para Allahut subhanahu wa taala.